Po festonin 8 marsin rrien 2 gra me njëra tjetrën në lokalin e natës. Një incident as pak i mirë ka ndodhur në një lokal në Gjakov. Rasti ka ndodhur më 8 mars ditën e gruas. Siç raportojnë mediat, është dashur edhe ndërhyrja e disa prej të pranishmëve aty për të qetësuar situatën. Nuk dihet arsyeja se pse ka ndodhur kjo ose nëse ka të lënduar nga kjo rrahje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.